6 vite në pushtet jam thellësisht e bindur që kanë qenë stabilizim, kthim në një pikë në të cilën e tërë Republika është një njësi territoriale dhe nuk ka më dyshime mbi fatin dhe statusin e një pjese të rëndësishme të territorit të Republikës, 17% në më veriun e Kosovës, se më duket që shpesh herë lehtësisht po anashkalohet ose po mendohet, thuhet vetë se po çka keni për këto 6 vite, cili është projekti më i madh. Unë pa asnjë hezitim e them se projekti më i madh i administrimit apo i qeverisë kurti është mbajtja e tërësisë territoriale, vendosja e prezencës institucionale në tërë territorin dhe krijimi e kthimi i ndjesisë së prezencës së shtetit në çdo cep të vendit. Arsyeja që po përmenden vetëm autostradat ose vetëm rrugët janë arsyeja se ky ka qenë standardi që është vendosur më herët. Do thotë ka qenë Nuk janë mjaftuar 6 vjet që të përfundojnë? Nuk e them që nuk janë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme rrugët, konektiviteti, ndërlidhja. Por përtej rrugëve dhe konektivitetit ka pasur shumë projekte të tjera të cilat përmenden dhe të cilat ka pasur një rikthim të prezencës ofrimit të shërbimeve publike prej spitaleve, a është mjaftueshëm ende jo, por definitivisht që është shumë e rëndësishme.